يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar, rrugët për ta shpëtuar veten tonë prej zjarmit të xhehenamit janë të shumta. Allahu i madhërisëm me mëshirën e tij dhe rahmetin e tij na ka lënë të hapur rrugë të shumta. Neve muslimanëve na ka lënë rrugë të shumta, të hapura që ne të shpëtojna prej zjarrit të xhehenamit. Na përmendin një rrugë tjetër që në një hadith që përmendi Imam Ahmedin musnedin e tij, që vike prej Esma binti Jezidit, dhe hadithi kjo është autentik, i vërtet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man dhaba an 'irdi akhihi bil ghaiba, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu min an-nar." Kush prej robërve, kush prej njerëzve jam mbrojnë nderin e muslimonit kur ai s'është prezent. Nëse një musliman fyhet, nëse një musliman nënçmohet, nëse një musliman përgojohet, shpifet, gënjehet për të, nëse veprohet kështu, personi që është prezent e mbron atë që s'është prezent. Nëse kjo ndodh, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu azza wa jalla atë do ta liron prej zjarmit të xhehenamit. A shihni se çfarë shpërblimi përgatiti Allahu azza wa jalla për mja rujt nderin e muslimanit. Nëse fyhet në prezencën tonë një musliman, shpifet për të, gënjihet për të, mbroje për hir të Allahut Azza wa Jall, nëse ti e ban këtë, e garantoj Allahu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu do të liron ty prej zjarmit të xhehenamit. Në një rivajet tjetër që sjell gjithashtu Imam Ahmedi, edhe Tirmidhiu dhe në Sahihul Jami', hadithi të është autentik i vërtet, tha pejgamberi alayhis salam: "Men radda an 'irdi akhihi, radda Allahu an wajhi an-nar yawm al-qiyamah." E kush ja mbron nderin e muslimanit, kush ja mbron nderin e muslimanit kur fyhet, nënçmohet, përdhoset, përgojohet, kush e mbron atë, tha Allahu azza wa jall, fytyrën e tij do ta mbron për zjarrit të xhehenamit. A shifni se çfarë shpërblimi ka për ty, nëse veç pse jetuj ne që ato flitet dhe ti e din se ashtu s'është, i thu, nalo se ashtu nuk është çfarë ti po thu, se kjo çfarë ti po thu është një lloj gënjeshtre, këtë çka ti po e thu duhet të kesh argumente, nëse veç pak janë dalë gjuhën e ti nuk flet, atëherë Allahu ta garantoj përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta garantoj fytyrën tënde prej zjarmit të xhehenamit. E sjellë një hadith diçka të ngjashme me këto, Ebu Davudi, dhe hadithi është autentik, që është Sheikhul Albani dhe të tjerë, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Man hama mu'minan min munafiqin." Kush e mbron një musliman prej një dyftyrë si një munafiku, një hipokriti, kush e mbron muslimonin prej tij, i mbron qoftë nderin e tij, gjakun e tij, pozitën e tij, emrin e tij, shpiftjet që ati i bën përgojimin ndaj tij, për këtë çytyre e mbron, tha pejgamberi alayhi salam: "Arahu Allahu malakan yahmi lahmahu yawm al-qiyamah min nar jahannam."
Allahu Azza wa Jall për qatë person, sa i mëshirshëm Allahu Azza wa Jall, për qatë person që e mbrojt e ti prej një munafiku, prej një dyftyrshi, prej një hipokriti, e mbrojt e muslimanin, se dihet një njeri, një eks njeriu, ajo është i njoftur që flet për muslimanët e tjerë. Ajo është një lloj hipokriti dhe për të në prezencën e tij, kur ti i thua atij dhe mbron muslimanin, Allahu Azza wa Jall po i thot një meleku në ditën e gjykimit, na tha këtë pejgamberi, në ditën e gjykimit i thot një melekut, o melek, shko që ati personit që ka mbrojtë rubin të muslimanin, shko dhe mbroja gjakun dhe mishin e ti prej zjarmit të xhehenamit. Wa man rama musliman bi shay'in yuridu shay'nahu bih. Ama kundër të tha pejgamberi alayhis salam, nëse ndon një musliman e fyn një musliman tjetër, flet keq për ta, shpif për ta, dhe qëllimi final i tij, tha pejgamberi, është mja ulë nderin reputacionin e tij me nënçmu. Tha pejgamberi alayhis salam, habasahu Allahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qal. Ditën e gjykimit Allahu do ta ndal mbi urën e siratit. E ura siratit është mbi zjarmin e xhehenamit. E ndal Allahu aty dhe ose bjen xhehenam krejt, derisa të lahet dhe shpërlahet për asoj shpifje që ka bërë ndaj muslimanit që ka kthyer, vetë qëllimi i tij final ka qenë mja ul pozitën e tij, ose do të hynë xhenet deri të shpaguhet për asaj çfarë ai ka bërë. Pastaj dietarët tanë, po pse bëri Allahu për gojimin, foljen keq për nderin e muslimanit, e krahasoj me mbrojt me gjakun atje edhe trupin komplet në ditën e gjykimit. Prej tyne në Fejdul Qadir ka bon një krahasim dhe ka thonë, nga qitu hadithe që u përmenden, tregohet se nderi muslimanit është si mja mbrojt nderin muslimanit, ose si mja mbrojt gjakin e tij. E mja ullë nderin e muslimanit, ose si mja der gjakin e tij. Për këta Allahu Azza wa Jall e bëri që në ditën e gjykimit një mbrojsh nderin e muslimanit, Allahu prej zjarmit të xhehenamit shpëton me trup e me shpirt dhe me gjak e me meshë me krejt. Ndërsa prej rrugëve të tjera që neve na shpëtojnë prej zjarmit të xhehenamit është me bërë veprime që Allahu më na dashtë neve. Disa veprime, disa ibadete që Allahu Azza wa Jall ka dhënë shenjë, Allahu ka premtu ose direkt ai, ose përmes pejgamberit që nëse i ban qëto veprime, Allahu të dën. E nëse Allahu të dën, Allahu të shpëton prej zjarmit të xhehenamit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në hadithin që sjell Imam Ahmedi, Imam Hakimi, dhe hadith është autentik, që shtan dietarët e hadithit, tha pejgamberi, la wallahi la yulqi Allahu habibahu fi an-nar. Tha pejgamberi, pasha Allahun, mos mendo dikush se Allahu një të dashur të tij e hedhën zjarmin e xhehenamit. Pra Allahu një njeri që e dën, është i dashur i tij, nuk e hedhën zjarmin e xhehenamit. E cilat janë ato veprime që neve na bëjnë të jemi të dashur të Allahut Azza wa Jall, e para prej tyre thanë dietarët është ta dush Allahun dhe ta dush pejgamberin tënd, ta dush Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të ecësh sipas rrugës së tij, fjalëve të tij, etikës së tij, sjelljes së tij. Nëse dush që Allahu me të dasht, e nëse Allahu të dën, të shpëton ty prej zjarmit të xhehenamit. Këtë e tha Allahu në Kur'an, ku tha Allahu Azza wa Jall, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ju o njerëz, tha Allahu në Kur'an, nëse ju vërtet thoni se e dojmë Allahun, atër dune pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E nëse ju tha e doni pejgamberin, Allahu do t'ju doj juve, do t'ja u falë mëkatet e juve, Allahu është shumë falës. Pra nëse don që Allahu Azza wa Jall më të falë, duja atë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, veprën e tij, jetën e tij, veprat e tij dhe urdhrat e tij. Nëse ti i don ato dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është rrugë që ty Allahu të dën, e nëse Allahu të dën, Allahu të shpëton prej zjarmit të xhehenamit. Për rrugëve të tjera që të bëhem unë i dashur tash tek Allahu, që Allahu të më shpëton prej zjarmit të xhehenamit, është takvallahu, është devotshmëria, të bëhemi njerëz të devotshëm. Njeri takva më bë, e njeri i devotshëm i bjen urnat e Allahut me i qunë në vend,
ndalesave të Allahut, çka i ka bën çup direkt Allahu ose përmes pejgamberit me ju largu. Ky njeriu është i devotshëm. Ky njeriu është takvaja. A nëse bëhesh takva njeri kështu i devotshëm, Allahu të dën. E atje nalt tha pejgamberi, nëse Allahu të dën, tha vallahi Allahu në zjarmin e xhehenamit nuk në hedh. Allahu në Kur'an tha inna Allaha yuhibbul muttaqin, se Allahu i da njerëzit e devotshëm. Po du që shpëtosh prej zjarmit të xhehenamit, bëhu i devotshëm. Si të bëhemi i devotshëm? Largohemi prej ndalesave të Allahut dhe të pejgamberit dhe të kryjmë urdhnat e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të gjen një rast, një hadith që e përmendi Imam Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Tha pejgamberi alayhis salam se Allahu azza wa jall e don një rob që është i devotshëm, këtë që e përmenda. E don një rob që është i devotshëm, e do edhe një rob që është i pasur, por edhe don një rob që është i msheft. Çka don të thotë kjo i pasur dhe i msheft? Në këtë hadith don të thotë jo një njeri që është i pasur që ka miliona, ai mund të jetë kriminal i botës. Por këtë hadith do të thotë ai që është i pasur në shpirtin e tij, është i kënaqur me çato që Allahu ja ka caktuar, edhe nuk del edhe me rre veten e vet çka u bë, edhe me mallku veten e vet se çka u bë mirë unë çfarë më gjeti. Si mu nuk u merdhen këto të mira, nuk thet kështu, po thot elhamdulillah për çato që Allahu i ja ka dhënë, është i kënaqur. Ky është njeriu i pasuri. E tha pejgamberi, ndash mu boj dashur tek Allahu, bahu i devotshëm, bahu me këtë lloj pasurie. Edhe tha el khafi, Allahu e don, bëhesh i dashur tek Allahu nëse je i msheft. Çka don të thotë i msheft? I msheft don të thotë ti që nuk je fort i interesuar për të mirat çka ti i ban mi ti dit njerëzit. Por të mirat e tua me dalë dhe në për revista se ti je buri mirë dhe po ban mirë, si e kështu interesuar. Por të mirat e tua përpiqesh sa ma shumë me imshet, dhe s'është me rëndësi për ty, për ato vepra të mira që ka i van, s'është me rëndësi për ty, a ti din apo nuk ti din njerëzit, a të lavdroj njerëzit apo nuk të lavdrojnë, dhe s'ki shumë interes të zone pozita dhe postet të larta, se unë jam dhe unë jam, nuk i kësi interesi, atëherë ti në grupin e atyre që tha pejgamberi asam, Allahu i dan ata që janë të devotshëm, këtë haditha, ata që janë të devotshëm, pra ata që largohen prej ndalesave dhe kryjnë urnat e Allahut, edhe ata që janë të pasur në shpirtin e tyre, të pasur në shpirtin e tyre, dhe ata që janë të msheft, këtë që e përmenda. Na lusmi Allahun azza wa jall prej njerëzve të devotshëm të na bën. Lusmi Allahun azza wa jall që të metat tona Allahu të na mbulon. Lusmi Allahun azza wa jall që në xhenet me pejgamberët atje të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.